Kryesocialist Edi Rama e vuri vete në rolin e studentit, teksa kishte përpara arkmortin e profesor Servet Plumbit, për cilin tha se marrëdhënia mes tyre ishte një marrëdhënie tipike e një antipatie reciproke në distancë dhe pastaj e një simpatie reciproke në afërsi. Për vite që kurse e kam parë të shfaqet në sytë e mi, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, sovjetik, e të gjitha ato që e shoqëronin figurën e tij kur vinte fjala për sulmet dhe për etiketimet që i bëheshin. Dhe ka qenë një nga mësimet më të çmuara të gjithë këtij rrugtimi tim, përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe kornizimit të tij në sferën publike. Dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe. E gjeja gjithmonë profesor Servetin, kujtoi Edi Rama në formë dhe gjithmonë të dëshiruar për të folur për ato tema që ai kishte për zemër. Profesori do të mbetet një pikë referimi në historinë e ndryshimeve dhe të ndryshimit e epokave, siç e përmendi Namiku. E padyshim një pikë referimi edhe për gjithë ata që do duan një ditë të kuptojnë dinamikat edhe historinë e vetë Partisë Socialiste. E kështu uroj ta kujtojnë gjithmonë, tha Edi Rama.